Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, ligjëratën e kaluar kemi folur për një grua e cila e shoqëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për afër një çerek shekulli. Ajo ishte Khatija radhiyallahu anha, e cila ishte bashkëshortja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ishte shoqja e tij, ishte këshilltare e tij, ishte mbështetësja e tij, ishte ajo që e përkrahi dhe ndihmoi davetin qysh në fillimet e ose hapat e para. E përmendëm se në vitin e 10 të pejgamberllukut, kjo grua madhështore ndron jetë dhe historia nuk mbaron me kaq, domethënë në realitet vetëm se fillon një prej fazave ose periudhave më të vështira në jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam ose konkretisht në periudhën Mekase. Deri atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kemi përmend disa herë ka pas dy mbështetje. Njëra prej mbështetjeve ka qenë ajo e jashtmeja, që ishte me Abu Talibin, dhe tjetra e brendshmja që ishte me Khatijën radhiyallahu anha. Njëra mbështetje ishte ajo që i pengonte sulmet që të arrinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa tjetra ishte nëse vinte ndonjë prej sulmeve që ta ndihmon dhe ta ngushëllon dhe t'ia largon atë breng që ka pas pejgamberi alayhi salatu wasalam. Në një mënyrë tjetër, njëri ishte që i thojë me kazve përderisa jam gjallë nuk guxoni më mangus ju më prek pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa tjetra ishte ajo e cila kur do të ndodhte diçka, i ndodhte diçka pejgamberit alayhi salatu wasalam, kishte në shtëpi kush mi thon kalla wallahi la ma yukhzik Allahu abada. Jo wallahi asasin nuk ka Allahu subhanahu wa taala nuk poshtron, nuk të korrit. Mi po brenda pak ditëve Allahu azza wa jalla jam merr të dy këto mbështetje që kish fizike ose njerëzore, jam rrëzohen të dy mure në të cilët mure është mbështet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, andaj mo vetëm se situata politike në Mekë ndryshon, pozita e pejgamberit alayhi salatu wasalam shoqëni ndryshon, sulmet kundër tij janë shtu dhe janë shpresuar edhe më shumë. Mirë po para se me dalë në rrugët e Mekës vëllazër, dhe me pasë si ka ndryshu sjellja e Kurajshëve, Allah kina më net dhe kina mund dal pak me familjen dhe shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah do të ndalim me disa mësime urtësi nga jeta dhe vdekja e Khatijës radhiyallahu anha, dhe ndalemi dhe jemi duke e zgjat këtë pjesë të sirrës për arsye se është shumë thelbësore, shumë me rëndësi që me pas të qartë dhimbjen që ka pas pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe pikëllimin që ka pas derisa ulemaja kanë quajt atë vit kur i ka humb dy mbështetësit, i është quajt ai viti Amul Huzn. Do të më ditë kush ka qenë kanë ka humb pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe sa madhështore ka qenë ajo ose ai tjetri, që më ditë se dhimbja pse kanë qenë kaq e madhe ose pikëllimi kaq i madh. E katërta me radh, për arsye se tre i përmendëm në ligjëratën e fundit ose e para për sot, prej dobive ose mësimeve ose urtësive që i marrim nga jeta dhe vdekja e Khatijës radhiyallahu anha, është se njerëzit e mëdhenj nuk zaventësohen. Njerëzit e mëdhenj nuk zaventësohen. Khatija radhiyallahu anha e ka njohur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam para se me njohur tjerët. Ose e ka njohur pejgamberin alayhi salatu wasallam jo në Medinë, atëherë kur pejgamberi Allahut ka pas fuqi, ka pas pushtet, ka pas ushtri, ka pas me qindra dhe mija ndjekës, pasus, atëherë kur në Medinë më vetëm se filloi me hi islami tufe ose grupe njerëzit në islam. Po e ka njoft Mekë atëherë kur nuk ka pas fuqi, nuk ka pas pushtet, nuk ka pas njerëz të cilët e kanë përkëra fuqishëm prej muslimanëve për arsye se ka qenë domethënë e vështirë si periudhë. E ka njoft që atëherë kur njerëzit i kanë thonë në vazhdimsi gënjeshtar, i kanë thonë mashtrues, i kanë thonë, që atëherë e ka njoft. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam për shkak kësaj nuk e ka haru Khatijën radhiyallahu anha, dhe për arsye se besnikëria vëllezër që ka thonë ulemaja, besnikëria e vërtet, domethënë nuk përfundon me përfundimin e interesit. Edhe ka njerëz të cilët përderisa ka interes për ti, me ti ose nga ti, të njeh dhe është i afërt me ti dhe ka mohabet me ti, në momentin që përfundon interesi ai më vetëm se ftohet edhe largohet. Kështu nuk ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Do të thonë nuk i ka haru Khatijën radhiyallahu anha, edhe pse ajo ka vdek,
edhe pas disa viteve që kalun nga vdekja e saj, edhe pse Allah Azza wa Jalla i dha pushtet, i dha fitore, i dha. Bile edhe u martu pejgamberi alayhi salatu wasalam me gra tjera, të cilat gra domethënë do të bëhen nanat e besimtarëve, të cilat gra domethënë janë të dallume, të veçanta, domethënë çdo njëra ka vlerën e saj, çdo njëra ka pozitën e saj në Islam. Mirë po, Hatixha do të mbetet Hatixha vazhdimisht. Për arsye se njerëzit e mëdhenj nuk ndrohen, ose njerëzit e mëdhenj nuk zaventësohen. Mundet me vazhdu jeta, mundën me vazhdu, domethënë me taku njerëz të mirë, ama njerëzit nuk do me thonë kjo se çdo njeri i mirë mund të me u zaventësu me një tjetër të mirë. Çdo njeri ka vendin e vet, pozitën e vet, për arsye se njeriu i mirë, njeriu i madh nuk zaventësohet. Andaj Aisha radiallahu anha rastësisht kur pejgamberi alayhi salatu wasalam shpesh herë përmendte për të mirë Hatixha radiallahu anha, u frustroi kjo dhe i thoi ja Rasulullah shumë për përmend. Ta ka ndërrua Allah Azza wa Jalla me një që është me arrej. Kuptimin që mos e përmend atë plak, sonë jam me arrej. Mi po pejgamberi alayhi salatu wasalam në vëzohje dhe thoi qad amanat bi idh kafara bi an-nas. Ajo ka pohu atëherë kur kanë mohu tjertë. Në thomë këtu pejgamberi alayhi salatu wasalam nëse nana vëllezër pak e përmendëm këtë ligjëratën e fundit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot ka pohu atëherë kur më kanë mohu të tjertë. Nuk e përmendi pasurinë. Vjen ajo, edhe pse ajo sakrificën e madhe që ka pasur pse ka fliju këtë pasurinë e saj. Ama nuk e përmendi të parën pejgamberi alayhi salatu wasalam. Por përmendi atë që është shumë më rëndësishme, që është besimi, që është përkrahja shpirtërore. Thot amanat bi idh kafara bi an-nas. Wa saddaqatni idh kadhabani an-nas. Dhe më ka besu atëherë kur tjerë më kanë përgënjeshtruar. Dhe pastaj e përmend atë tjetrën që është wasatni bi maliha idh haramani an-nas. Dhe më kanë ndihmuar me pasurinë e saj atëherë kur kanë privu të tjerë. Që në kupton kjo më e rëndësishmja për mua ka qenë besimi dhe përkrahja që më ka dhënë, më shumë se sa pasuria e saj. Që në kupton se pasuria që ka fliju dhe ka dhënë Hatixha radhiyallahu nuk ka qenë kontributi i saj më i madh. Po e ka dhënë shumë pasuri. A mos pasuria nëse i shkon pa besim vëllazër, a kish pas vlerë? Nuk kish pas vlerë. Nëse i shkon që ky flijim i pasurisë së saj, për hir të Allahut dhe fesë Allahut. Nëse i shkon diçka që ajo vazhdimisht ja kish përmend pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe kish thënë njerëzon kom dhon shumë për ti. Unë kom fliju shumë për ti, kom sakrifikuar shumë për ti. Ai shkon Hatixha që ajo që ka qenë. Nuk ishte asgjë. Andaj vlera dhe kontributi i saj ka qëndruar te diçka që është shumë më e madhe se sa flijimi i pasurisë që ka qenë sinqeriteti i saj. Andaj ajo ka sakrifikuar dhe nuk ja ka përmend kur pejgamberit alayhi salatu wasallam ka net afër pejgamberit Allahut dhe asnjëherë nuk ka lip me durotrokit ose mu lavdru. Dhe jo rastësisht Allah subhanahu wa taala nuk ja përmendi pasurinë e saj. Po ja dërgoi Xhibrilin alayhi salam me adhon, me ja dërgu selamin, po edhe me ja dhon një mëjtë shumë të madhe kësaj burrneshe radhiyallahu anha. Me një hadith tjetër vëllazër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi është në Buhari dhe Muslim, khairu nisaiha Maryam bintu Imran wa khairu nisaiha Hatixha. Gruaja më e mirë e kohës vet ka qenë Maryamja, bija e Imranit, dhe gruaja më e mirë e kësaj kohe thot është Hatixha radhiyallahu anha. Është një hadith tjetër, hadithi është sahih sipas Sheikh Albanit dhe këtë hadith e kanë nxjerrë Imam Ahmedi dhe Imam Tirmidhiu. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, hasbuka min nisa'il alamin, të mjafton thot për gratë e dunjas, në kuptimin që më të mirat gra janë Maryamja bija e Imranit, Hatixha bija e Khuwailidit, Fatimja bija e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe Asia bija e Muzahimit, që ka qenë thot imra'atu Firaun, që ka qenë gruaja e Firaunit. Subhanallahu vëllazër, çfarë kontrasti i madh mes vdekjes së Hatixhës dhe vdekjes së Ebu Talibit, edhe pse për të dy humbjet pejgamberi alayhi salatu wasalam është pikëllu shumë. Mi po dallimi shumë i madh. Kontrasti shumë i madh. Ebu Talibi vdiq i rrethum nga autoritetet mekase. Vdiq i respektuar nga paria e Mekës. Vdiq me status lartë shoqni. Ama shpirtnisht vdiq i falimentuar, pa iman. Ndërsa Hatixha radhiyallahu anha,
që ishte gruaja më e pasur në Mekë, e sakrifikoi pasurinë e saj për me mbrojt dhe mi dal në krah fesë Allahut azza wa jall, derisa falimentoi. Me perimetrat e kësaj dunjos i humbi pasurinë më, në veçanti domethënë gjatë bejkotit, e shpenzoi pasurinë e saj. Amo arriti që me konë zonja e gërave të xhenetit dhe me konë gruaja më e mirë. Domethënë sinin e njerëzve fukara, plak, mi për të Allah azza wa jall, khairun nisaiha, gruaja më e mirë. E dyta prej dobive dhe mësimeve vëllezër është se martesa nuk ndërtohet vetëm mbi të drejta, por edhe mbi ata që e jep. Do thonë nuk këshirna ne veç hakun që të takon, por këshirna edhe atë që të dush me e dhon. Shpesh kur flitet o vëllezër për Hatixhen radiallahu anha, ligjëratat edhe mesazhet edhe këshillat i drejtohen grave duke i thonë atyre bëhuni si Hatixha. Kështu ka qenë kjo burrnefshë e madhe, mundohet dhe ti të bëhesh dhe të ecish mas hapave të saj. Si fjallë është e saktë. Apo? A është e saktë? Gjithsesi se po, që ato e nanat e besimtarë dhe ne duhet çdo njëna për grave të muslimanëve të merë si irnek dhe të mundohet të ecë pas hapave të saj. Ama para se Hatixha radiallahu anha të jetë bashkëshorte ideale, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte bashkëshorte ideal. Mos harrojmë vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 25 vite ka qenë bashkë me të. 25 vite ka qenë bashkë me Hatixhen radiallahu anha. Gjatë kësaj periudhe pejgamberi Allahut nuk është martuar me doni gruë tjetër. Edhe pse na duke fol me një vend, me një situatë, me një shoqëni që martesat e shumëfishta kanë qenë diçka shumë normale. Amo kjo nuk ka qenë e rastësishme. Domethënë kjo për zgjedhje e pejgamberit alayhis salatu wasalam që me kanë veç me Hatixhen radiallahu anha gjatë jetës saj nuk ka qenë e rastësishme. Po ka qenë kjo pjesë, domethënë shprehje e besnikërisë ose shprehje e respektit për Hatixhen radiallahu anha. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është shembulltyra jon, është modeli jon, na jep këtë domethënë model pejgamberik që është se nuk shohim ne ose nuk koncentrohemi me thonë veç banu si Hatixha, po edhe i themi edhe burrave banu si pejgamberi alayhi salatu wasalam me Hatixhen radiallahu anha. Andaj sot vëllezër, thonë ulemaja shumë martesa ndërtohen me ata që çfarë marrun. Domethënë nëse lidhna unë, nëse martohena, çka marr, çfarë më takon mua, çfarë të drejtë kam unë, ama nuk shiren se çka kam me dhon unë, çka më obligohet mua me dhon. Hatixha radiallahu anha e dha pasurinë e saj, e dha kohën e saj, e dha shëndetin e saj, apo e dha mbështetjen e saj, ama dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dha besnikrinë e tij, apo e dha respektin e tij, mirënjohjen e tij, e kështu me radhë. Do të thonë nuk është që veç i ka lip me i marr pejgamberi alayhis salam, është koncentruar edhe me dhon. Dhe kjo është arsyeja pse kjo martesë domethënë mbetet, do të mbetet martesa ose model për çdo martesë të suksesshme deri në kiamet. Dhe pikërisht vëllezër për këtë arsye se kjo lidhje ka qenë shumë e fortë, edhe dhimbja edhe ndarja ka qenë edhe e rëndë dhe vështirë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E treta vëllezër, premësime do viva është se pikëllimi nuk bën dash me sabrin. Pikëllimi mërzia nuk bën dash me sabrin. Vitin në cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka humb Hatixhen radiallahu anha pa Abu Talibin, u quajt qysh Amul Huzn, viti i pikëllimit. E kemi përmendur, nuk ka qenë ky martim i pejgamberit alayhis salatu wasalam ose të dikujt pi selefit. Me këtë martim kanë ardhur ulemat e mëvonshëm të sirrës, mi po kjo tregon se e jep një mësim të madh, që është pikëllimi nuk është mëkat. Do me ndi dhimbje për humbjen e dikujt nuk është dobësi e imanit. Dhe me të mungu një njeri që ti e ke shoshru bagi gjatë dhe nuk e kemo pranteje, me të mungu nuk do me thonë se është kundërshtimi caktimit të Allah dhe kaderit të Allah. Edhe nëse kanë nuk do me thonë që s'ki sabër. Edhe nëse piklohesh nuk do me thonë se nuk je i kënaqur me caktimin e Allahut. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur i vdiq Ibrahimi radiallahu anhu, çka tha? U piklu. Dhe than hadithin që shosh innal ayna tadma. Tha me të vërtet syri loton. Wal qalba yahzan. Apo
dhe zemra tha pikëllohet. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Dhe ne nuk themi vetë atë që e kënaq Zotin ton. Wa inna bi firakika ya Ibrahim la mahzunun. Dhe ne me ndarjen tonë o Ibrahim jena mërzit, jena biklu. Ama ne nuk e themi vetë atë që e kënaq Allahun subhanahu wa taala. Dhe nga ky hadith vëllazër e mona atë që mundi me thonë kushtimisht definicioni pejgamberik për sabrin. Do të thonë sabri nuk është shësiri mos me lotu kur pikëllohesh, kur ke arsye. Ama sabri është që shtojnë ulemaja, do të thonë gjuha mos me thonë atë që e zemron Allahun. Sabri nuk është me pas mungesë, me të mungu dhimbje. Po është atër kur ki dhimbje ti me vazhdu me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Sabri nuk është mu sill ose mu shtir se ti nuk i dhimbje. Se ti nuk pikëllohesh. Jo, me tregu që dhimbja është shumë e rëndë, ama mu kjo dhimbje mu nuk ma prish raportin me Allahun subhanahu wa taala. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e mohoi pikëllimin që ka pas. O inna ala firakika ya Ibrahim la mahzunun. Ose o inna bi firakika ya Ibrahim la mahzunun. Me ndarjen tonë Ibrahim ne jena mërzit, jena pikëllu. E shprehi pejgamberi alayhi salatu, nuk e mshefi. Do thonë unë jam pejgamberi Allahut, nuk ban mu pikëllu, nuk ban mu mërzit. Amo kjo pikëllimi që e pat pejgamberi alayhi salatu wasalam me ndarjen e Ibrahimit radhiyallahu anhu, ose me ndarjet më herët që jemi duke folë të Hatixhës edhe Abu Talibit, ose edhe më herët babës edhe të nanës, babën më nuk e kam ri, ka qenë i vogël, ama pastaj ka pasur ndarje tjera, evlat, domethënë të ditë jam ti i vdeshëm. Me që i ka pas me Hatixhën radhiyallahu anha, Abdullah dhe Kasimi. Ka pas dhimbje ndarja pejgamberi alayhi salatu wasalam. Nuk është që e ka fshih ata. Ama kjo nuk e ka çu pejgamberin alayhi salatu wasalam depresion. Nuk ka çu pejgamberin alayhi salatu wasalam dëshpërim. Nuk e ka çu pejgamberin alayhi salatu wasalam zemrohet me saktimin e Allahut, Allahu na ruaj. E as mu huakmar da njerëzve. E mos flasim më me lanë me braktis misionin e Allahut. Misionin që ka pas. Andaj kjo vëllazër kanë thonë ulemaj është pjekuri shpirtnore. Domethënë ti me ndi dhimbjen, ama mos me leju me të largu kjo dhimbje prej Allahut subhanahu wa taala. Nëse kishim vetë vëllazër ku çndron urësia që Allahu azza wa jalla ka bën që mundo pejgamberi alayhi salatu wasalam këto momente për një periudhë shumë të shkurtë, brenda 3 ditëve, edhe me Abu Talibin, edhe prej Abu Talibit edhe prej Hatixhës radhiyallahu anha, kanë thonë ulemaja, edhe pse ne përmendëm që ka pas edhe ndarje tjera për herët pejgamberi alayhi salatu wasalam, po një periudhë shumë të shkurtë. Mi u nda dikush që ka qenë mbështetës i fortë, i mbrojtshëm dhe i jashtëm, ka qenë e mërzitshme dhe pikëllueshëm, domethënë ka qenë shtys ose arsye për mu pikëllu pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kanë thonë ulemaja kur kanë folur për urësitë, ka thonë njëna për urësive është që pejgamberi alayhi salatu wasalam të bëhet burim ngushëllimi për ata që kanë ndarje ose kanë sprova. Sprovohen mu nda për dikujt. Pejgamberi alayhi salatu wasalam u bë burim i ngushëllimit. Apo do e mos te musliman që me xhedi dikant që është nda, apo është nda për babës e për nanës ose për bashkëshortit ose bashkëshortes ose do një vëlla, do një motër, ose do një vlat, ose do një mik, do një dashamir. E ki pejgamberin alayhi salatu wasalam më herët, që është nda. E ka pas këtë dhimbje që ti me pas malet, dhe me pas i ngushëllim. Andaj Allah azza wa jalla sprovi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me ndi këtë dhimbjen e humbjes, këtë dhimbjen e ndarjes, që ne, domethënë, të bëjmë ata burim ngushëllime ne ta kemi malet. Pejgamberi alayhi salatu wasalam vëllazër ka kajt. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, që shoh përmend hadithin e Ibrahimin, innal ayna la tadma, tasiri çon. Pejgamberi alayhi salatu wasalam u pikëllu, ama nuk u nal. Nuk u nal. E vazhdoi misionin e tij. Dhe ishte robi i deni Allah subhanahu wa taala. Andaj kështu do të më kanë besimtari. Po mundet më pikëllu, ama namazin nuk e lë. Mundet më pikëllu, ama nuk i ush shpresat në mëshirën e Allahut. Mundet më pikëllu, më mërzit. Mi po, domethënë nuk e braktis misionin që e ka marrë mbi supe, e kjo tregon për madhështinë e besimit. Dhe katërta vëllazër, për mësimeve për dobive, është se feja Allahut azza wa jalla nuk lidhet me një person. Këtë marrë nga mësim, nga ndarja e Hatixhës radhiyallahu anha, po edhe ndarja e Abu Talibit. Pas vdekjes së Hatixhës radhiyallahu anha dhe Abu Talibit, domethënë mund të thotë dikush si ka me vazhdu pejgamberi alayhi salatu wasallam misionin e vet, davetin. Kush ka me mbështet, kush ka me përkrah. Tamam? Ama Allah azza wa jalla ka edukuar atë
Ka bo tërbije pejgamberin alayhis salam dhe umetin e tij, se feja nuk mbahet nga njerëzit, po fejnë me anë Allahu subhanahu wa taala. Po të varri Islami vëllezër me Hatixha radhiyallahu nuk ishte me vdek. Nëse ishte varr me feja në Ebu Talibin nuk ishte me vdek. Nëse ish varret feja në Hamza nuk ishte më radh dëshmor. Nëse ish varr feja në Ebu Bekr radhiyallahu nuk ishte me vdek. Mi po Allahu subhanahu wa taala tregon këtë që njerëzit janë thjesht bartës të misionit, nëse misioni është i Allahut. Andaj nëse njerëzit largohen, misioni i Allahut vazhdon. Nëse njerëzit largohen, që janë bartësit e misionit, misioni i Allahut subhanahu wa taala vazhdon. Andaj tha Allah azza wa jalla në një ajet: "Wa ma Muhammadun illa rasul." Surën Ali Imran. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rasul, është i dërguar. Ka të khalet min qablihi ar-rusul. Edhe para tij ka pas pejgamber. A fe imata u qutila anqalabtum ala aqabikum? Nëse ai vritet ose nëse vdes ose vritet, ju tha keni me braktis fen Allahut? Që tregon çka? Ka me marrën këta. Apo ka me marrë këta që është bartësi misionit, apo jo misioni. Misioni ka me vazhdu. Apo? Edhe pse kjo ajet vëllazë ka zrip vonë. Ama është edukim në tërbije, në kuptimin e këtij ajeti çu sharrat në Mekë. Ka filluar çu sharrat. Andaj Allahu po mëson këtë umet se mos e lidhni Islamin me njeri, po lidhni Islamin me Zotin e njerit, që është Allahu subhanahu wa taala. Sa ndodh do vëllazër që njerëzit tojnë me vdek filan hoxha, domethënë ka me përfundu daveti. Ose me elon xhamin filan imami, ka më mshel xhamia. Ose me vdek filan dietari, ka më hum feja. Ama këtë kanë vdek, kanë lanë, ose të më feja ka vazhdu. Feja ka vazhdu sepse ka vazhdu edhe me vdekin e shumë ulemave të selefit, bile edhe me vdekin e sahabëve, bile edhe me vdekin e pejgamberëve. Feja Allah subhanahu wa taala ka vazhdu, ata njerëz vdesin në misionin mbet. Hoxha ose hoxhalart ose dietar vdesin, ama domethënë dia duhet me vazhdu. Prindi mundet me vdek, ama vlerat edhe edukata dhe tërbia duhet me vazhdu. Një punë vëllazër ose projekt islam që varet tërësisht nga një person është gjithmonë i rrezikuar shumë. Bile nëse e shef doni projekt ose doni punë që me atë bartësin, nëse është largu ose është nda ose është tërhek ai bartësi atij projektit, ka radhë projekti tregon që nuk është ndërtuar çish duhet. Sikurse të ishte ndërtuar çish duhet, sipas udhëzimit të pejgamberit alayhis salatu sallam, nuk ishte lidhja me njërin. Nuk ishte lidhja jo me njërin. Pejgamberi alayhis salatu sallam na ka mësuar vëllezër që me ndërtuar njerëz, me ndërtuar struktura dhe breze që kanë me majt këtë emanet. Për këtë arsye Hatixha radhiyallahu vdiq, Ebu Talibi vdiq, ama feja vazhdoi. Apo daveti, thirrja vazhdoi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetëm se e kishte eduku ose kish bë tërbije një brez, që ju nuk duni me kanë veç ndjekësit dhe pasuesit e mi, po ju duni me kanë ata që keni me bardh mbi supet e juve amanetin. Andaj ardhën Ebu Bekri, Omer radhiyallahu anhu me xhmain, sahabët tjerë. Do të thonë çdo herë që vdiq pejgamberi alayhis salatu sallam, kish kush me majt. Vdiq Ebu Bekri, vazhdoi. Pse? Se nuk lidhet kjo me njerëz, sepse është feja Allahu subhanahu wa taala. Andaj thirrsi mundet me ra, ama thirrja e tij duhet me vazhdu dhe nuk vdes. Për fund vëllezër, pas vdekjes së Ebu Talibit dhe Hatixhës radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po e pret një Mekë tjetër. Po, Mekë ishte domethënë një qytet. Rrugët ishin të njëjta, çabja ishte e njëjtë, fiset dhe familjet ishin të njëjta, ama raporti më ishte më ndryshe. Sepse ata e dinin që nuk ka Ebu Talib jashtë. Po dhe mrejna nuk ka kush që ka me ngushtu dhe ka me përkra, ka me mbështet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj mendun që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka me vet. Amo të kanë haru që po i kanë shku dhe janë do ata që e kanë mbështet fizikisht për njerëzve, amo kanë haru ata që Allahu subhanahu wa taala nuk e ka braktis pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E Allah ka thënë alaysa Allahu bikafin abde. A nuk mjafton Allahu robit vet? Mjafton Allahu subhanahu wa taala që është me ty edhe nëse të braktisim këtë dunjë. Andaj pejgamberi alayhis salatu sallam vëllezër nuk u nal.
sepse daveti nuk vazhdon atëherë kur rruga është e lehtë. Po daveti ka me vazhdu sepse rruga është e vërtetë. Edhe nëse nuk është e lehtë, me rëndësi që është mesazhi është i vërtetë ose rruga është e vërtetë. Ligjëratën tjetër me lenin Allahut do të flasim për një udhtim, vëllezër. Jo udhtim do si do udhtim. Jo udhtim qytet për qytetit, po një udhtim shumë i veçantë dhe për disa ditë që kanë qenë ditët më të vështira për pejgamberin alayhis salatu wasallam. Do ta përmendim që për këto ditë kur është pyet nga ana e Aishës radhiyallahu anha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a ka pas ja Rasulullah ditë më të vështira për ty sesa Uhudi, a kena me folën e Uhudit sa ka hek pejgamberi alayhis salatu wasallam? Ka thonë çato momente ka thonë po ka pasur më të vështira dhe I ka përmend këto ditë për cilët do të flasim në ligjëratën tjetër, duke lutur Allahun subhanahu wa taala të na fort na mëshiron. Dhe nxjerrënat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të na takon wallahu taala alam. Sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.